Atëherë, vazhdojmë përsëri me motrën e cila pra është bektashie dhe ka parë në ëndër 2 vajza, të cilat pra kanë ndruar jetë, dhe ndërkohë ka parë veten e saj në gjunjë duke falur namaz. Thot falesha i lutesha Zotit t'i pranonte në xhenet. Më pas i kam thënë dikujt të më mësonte të gjitha rreth fesë islame. Kjo është një ftesë e qartë. Një ftesë e qartë prej të Madhit Zot që ti me fal namaz. Që ti me adhuru Allahun e lartësuar një të vetëm. Adhurimi Allahut lartësuar një të vetëm. Falja e 5 vakteve, kush i fal 5 vaktet i premtohet xheneti. Dhe ti, pra në këtë ëndër je lut vetëm Zotit gjithësisë si mesazh që ti me ju lut vetëm Allahut lartësuar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Zoti thot në Kur'an, vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Ud'uni astajib lakum, lutmuni mua të përgjigjem ju, thot Allahu i lartësuar. Është ftesë e qartë prej të Madhit Zot që ti me adhuru Allahun e lartësuar një të vetëm. Me fillu, me fal edhe namazin. E lut Zotin e gjithësisë që të ta mundësoj të adhurosh Allahun një të vetëm dhe ta falësh namazin. Amin.